Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Socialiste po përballet me një rënje të ndjeshme të mbështetjes, duke u referuar sipas tij një sondazhi të brendshëm të vetë mazhorancës. Berisha tha se sipas këtij sondazhi mbështetja për PS-n ka zbritur në 29%, ndërsa pretendoi se shifra mund të jetë edhe më e ulët nëse merret parasysh ajo që ai e cilësoi si koeficienti i frikës. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste kanë një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është polli i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Ai komentoi gjithashtu zhvillimet brenda qeverisë, duke pretenduar se ministrja Belinda Balluku ka marrë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në drejtimin politik të Partisë Socialiste. Lubi Balluku de facto është qeverisësja e PS-s, drejtuesja e saj. Lubia i thot Ramës përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Berisha u ndal edhe te vizita në Shqipëri e Alex Sorosit dhe takimet e tij me kryeministrin Edi Rama. Kryeudemokrate cilësoi këtë zhvillim si një përpjekje për të mbështetur kryeministrin, por tha se sipas tij Rama tashmë e ka humbur mbështetjen e qytetarëve. Në vijim Berisha paralajmëroi një përshkallëzim të aksionit politik të opozitës gjatë vjeshtës. Ai tha se opozita do të vijojë përpjekjet për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie kujdestare që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufome të pakallur, le ta shohim. I kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do të jetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do të jetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverinë kujdestare për zgjedhje të lira dhe të ndershme. I pyetur nëse opozita do të rikthehet protestave, Berisha la të hapur mundësinë e një aksioni të ri opozitar, duke sinjalizuar se përballja politike me qeverinë pritet të vijojë edhe gjatë muajve të ardhshëm. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe siç e shihni, rrokullisjen e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Në fakt, në një seri qytetesh, opozita është në protestë, po këto janë sporadik, janë të organizuara, por nuk janë masive si sa që duhet të jenë, por do bëhen.